sekretar i lëbit të Lëvizja, realisht bëri një, ta themi një shenjë nga kuptimin për punën në Republikës së Kosovës, duke i mësuar asaj rëndësinë e institucioneve në në këtë mënyrë, Lëvizja Vendosje e nominoi konjunktën si kryeministër. Si kryeministër? E kam pak problem zërin, nuk e di nga regjia është problem tek ne, se s'jam duke kuptu tamam. Nuk e di a është në rregull ose jo. Tamam? Besoj s'tash. Mirë, po vazhdoj në gjithë për vështirësi teknike. Jo, e kam për shkak të zërit, edhe zëri pak po ka probleme, edhe s'po i kuptoj tamam fjalët, po të pyes edhe një herë, ndjes për këtë, ndoshta është problemi te unë, a shihni mundësi reale, a është ky kompromis tamam që dëshironi të ketë qeveri, apo vetëm eventualisht që të mendohet për një datë për zgjedhje? Ky fillimisht nuk është kompromis. Sot Këshilli i Vendosjes në krejt të thonë për nga delegatë tonë. Ka vendosur që ta nominojnë Krahas për konjunktën si kandidat për kryeministër. Edhe kjo vjen sigurisht nga pamundësia e votimit në herën e parë po ne pra qëllimi që të bëjmë në qeveri. Dhe në këtë kuptim, mendoj që Lëvizja Vendosje ka treguar vullnetin më të mirë që të jap institucioneve, që të jap vendit institucionit. Në këtë kuptim, nuk mendoj që është, si ashtu siç e thonë në studio, që të shtyhet data apo që të kemi pra numra në kuptimin e zgjedhjeve 28 u përmend aty, por përfundimisht mendoj që është shumë vullnet mirë nga ana e Lëvizjeve Vendosje që ne njëherë për gjithmonë ta kemi këtë qeveri dhe natyrshëm i ftoj edhe opozitën që ta votojnë pra zotrin Konjunktën. Mendoj që ky është një rast i mirë për gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës në kuptimin e asaj që me gjitha këto zvarritje, me gjitha këto bllokata të shkaktuara qëllimshëm nga opozita,